Gjithashtu i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: unë takova Ibrahimin në natën e Isras dhe të Mirajit. Dhe ai më tha: o Muhammed, jepi selam prej meje popullit tënd. Ibrahimi alayhi salam i thon selam ummetit Muhamedit, muslimanëve, dhe tregoi atyre se xheneti e ka të mirë dheun, të ëmbël ujë. Mirë po ai është djerrin, pra është i pambjell, pra është tokë e mirë, është e gatshme, por pret vetëm që të mbillet. Dhe ai mbillet me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pra subhanallah, i pastër nga tmietat është Allahu, alhamdulillah, lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, dhe Allahu akbar, Allahu është më i madh. Këto fjalë që duken të thjeshta, këto janë fjalë madhështore, sepse ky është dhikr, përmendje Allahut azza wa jall. Dhe këto fjalë mbjellin xhenetin. Pra me këto fjalë Allahu azza wa jall ja shpërblen njeriu në atë formë që atë pjesë që Allahu i ka caktuar robit në xhenet, që është tokë e hapur, e gatshme, ne e mbjellim me punët tona. Sepse Allahu azza wa jall çdo njeriu i ka caktuar vendin e tij në xhenet apo në xhehenem. Dhe njeriu do marr atë për cilën punon. Nëse ti do të punosh për xhenetin, atë do të marrësh, dhe ai sa të kesh punuar për të do të marrësh. Si ajo toka që e ka bujku, edhe shkon, e ka ai tokën, është pjellore, është e gatshme. Edhe mbase e punon. Po dikush mbjell pak, dikush mbjell pak më shumë, dikush më shumë. Edhe kështu profeti Muhammed na tregon në këtë hadith se sa më shumë ne ta përmendim Allahun azza wa jall, aq më plot kemi për ta gjetur xhenetin. Aq më plot domethënë me gjëra që ne domethënë na kënaq Allahu azza wa jall në atë vend panim të paqes dhe të përjetësisë.